Dhe tashmë kemi kaluar edhe në pjesën e dytë të magazinës së mëngjesit. Vazhdoni qëndroni me ne, jeni me frekuencat e Radio Kosova 2, siç ju paralajmërova edhe pak më herët. Me ne në studio është Muamer Hasani, drejtor i Asociacionit të Guidave Turistike të Kosovës. Mirë se erdhe, Muamer. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Pak më parë, kur të prezentova, thash do të flasim për vitin që lam pas. Si ishte dhe si filloi viti 2026 për ju? Viti 2025, po vjen keq për dëgjuese, më janë nis pak kështu me energji pak më negative. Qofti haruar, viti 2025, thonë plot përgjegjësi që ka qenë një vit goxha i vështirë për profesionin e guidave ose të udhëruesve turistik, siç tash edhe përcaktohet me ligjin e turizmit. Ka pas nuk ka qenë si një rezultat i mungesës së turistëve që vinë në Kosovë, po ka qenë si një rezultat i mungesës së kërkesës së udhëruesve turistik. Edhe kjo ka ndodhur për një arsye shumë të thjeshtë, cilën ne si asociacion, po edhe si komunitet, edhe unë vetë qoftë në platforma të ndryshme sociale ose në ato personale, është operimi i udhëruesve ilegal në Kosovë, e cila tash disa vite është bërë një prej brengave kryesore për shqetësimeve tona kryesore. Ju keni reaguar? Ne kemi reaguar në baza ditore, në baza javore, mujore edhe vjetore. Kem pas disa takime në ministrinë e gjegjëse për kocë, që në këtë rast ajo do të ishte Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, për udhëzimin administrativ, dhe po besoj që këtë vit ka me u bë diçka shumë shpejt bile se që ka me rregullu kjo çështje. Në vendin ku jemi tani, domethënë në brenda hapësinës së Radio Kosovës, kur fillon sezona, edhe vetë mundeni me i pa me 10, nuk po them me domethënë 1 ose 2 ose 3, po brenda ditës mundeni me i pa me 10 grupe, domethënë duke e vizitu, duke u shëtit, nëse mund të shprehna kështu, ture në Prishtinë, vetëm në Prishtinë, pa e fut këtu Prizrenin, Pejin e Gjakovën, me guida të huaja. Po flasim pak për turizmin. Si ka ndryshuar fluksi i turistëve dhe ku vendoset Kosova në hartë? Lajmi mirë, tash po fillojmë me pjesën e dytë, me lajmin e mirë. Se harova më ju pyeta me fillu me lajmet e mira apo me lajmet e këqija. Gjithmonë me të mira mundemi me vazhdu. Dhe lajmi i mirë është sepse Kosova nga viti në vit është duke pasur rritje në kërkesën për ta vizitu. Kjo është për shumë arsye, njëna prej arsyeve është edhe shkaku i Shqipërisë. Na e dim tash që Shqipëria është bërë një tregim suksesi, një kështu një prej vendeve, destinacioneve më të kërkuara edhe në botë bile mundemi me thonë, edhe kjo pasaj po përkthehet edhe po efekton, nëse mujme u shpreh efekton edhe Kosovën, sepse njerëzit turistët të cilët shkojnë në Shqipëri, cilët ndoshta kanë bërë një rezervim apo i kanë dediku dikun 10 ditë për në Shqipëri, tek dita e 7 dhe 8 thonë pse jo ta vizitojmë edhe Kosovën, pse jo ta vizitojmë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe Malin e Zi, sepse këtë njëjtën kohë, domethënë mundet me u pas, sepse Ballkani si i tillë, me këtë kompleksitetet që i ka, njëjtën kohë është një vend i vogël, sepse të gjitha këto mund me u vizitu brenda 2 ditë. Po, edhe shfrytëzojnë një gjë të tillë. Në vitin 2025 nuk kam statistika, mirë po në vitin 2024 kanë qenë, po flas vetëm për turistë të huaj. Min 600.000 turistë në Kosovë. Ndërsa në vitin 2024, po ashtu, vetëm në aeroportin e Prishtinës kanë qenë 4.2 milion fluturime, që e fut ose e vendos Kosovën në njërin prej top aeroporteve në Ballkan. Domethënë ku e kemi Tiranën, e kemi për shembull Prishtinën, Beogradin, Zagrebin. Domethënë kjo është një sukses, është një lajm i mirë. Përndryshe, Kosova për shumë turistë të huaj është një vend ekstremisht shumë interesant, sepse të gjitha ata ose ato cilat i din informatë cilat i kanë për Kosovën janë prej një të kaluare jo të largët prej luftës, edhe pritshmëritë e tyre janë këtë të ndryshme prej ato se çfarë gjejnë në Kosovë. Po ndalemi këtu, Muamer, një turist i huaj në vendin tonë, çfarë mund të vizitojë në këtë periudhë? Në këtë periudhë është tash më as dimën skemi. Thon të vërtetën
ma nuk e kemi një dimën ashtu klasik që kemi mësuar viteve të 80 ose të 90-ta. Në këtë kohë në Kosovë mundi me vizitu të gjitha ato që janë vizitu edhe gjatë verës. Ndoshta problemi vetëm që mundet me u paraqit këtu është sepse kozgjatja e ditës, në po të njëjtën kohë domethënë munden me u vizitu të njëjtat sajte, monumente, muze të cilat vizitohen edhe gjatë dimrit. Këtu nuk bën edhe me haru gjithsesi edhe pjesën e turizmit malor që e kemi shumë të mirë dhe që është goxha suksesshme sidomos në rajonin e Pejës ku mund me marr hiking ose trekking ose snowshoeing për shembull në Prizren ku kemi kolegë që e bojnë këtë punë, më thonë jashtëzakonisht shumë të suksesshëm. Kjo është një farë, nëse më thonë, është një farë kombinimi midis turizmit kulturor dhe atij malor, mirë po pastaj kjo edhe shikohet prej aspektit të moshës. Sepse jo gjithmonë gjithë vizitorët që vinë janë të gatshëm ose janë fizikisht si më thonë për të bërë ndonjë farë aktiviteti siç është turizmi malor. Mirë po, nga eksperienca ma merr me turistë huaj, na trego cilat janë dëshirat e tyre në përgjithësi, çka ju pëlqen të vizitohen, çka ju intereson më shumë, edhe çka dim para se me ju njoftu një. Dim për luftën, luftrat në ish Jugosllavi. Çka dojnë me pa, çka dojnë me ditë rreth Kosovës është se si jetohet sot në Kosovë. Cili është qëndrimi i kosovarëve, edhe se shohim të ardhmen në Kosovë. Përndryshe të gjitha përshtypjet, po them kështu me përgjithësi, 100% njerëzit që vinë në Kosovë kanë me qenë të mahnitën me ato se çfarë shohin, çka edhe çfarë kanë me gjetë në Kosovë. Këto duhet me thonë në këtë aspekt, pritshmëritë e tyre për Kosovën janë shumë të ulta. Edhe kur vinë në Kosovë, sepse imazhi i tyre për Kosovën në mendjet e tyre është krejtësisht ndryshëm. Ku e presin një vend i cili i sapo dalën prej lufte ose ku ta diun ku ndoshta nuk ka ndonjë farë zhvillimi ekonomik, ku njerëzit janë të dëshpëruar për me dalë se çka, dhe momentin kur vinë në Kosovë e shohin një imazh, një tabull krejt ndryshe. Ku njerëzit janë të lumtur, ku njerëzit sidomos në Prishtinë, kur fillon sezona, ku sheshi është jashtëzakonisht aktiv dhe i gjallë, dhe kur hyn me një kafe ose kur shkon në një restoran, mënyra se si priten, mënyra se si njerëzit të komunikojnë, është një farë pozitiviteti, është një farë, më thonë, i lën përshtypje shumë jashtëzakonisht të mirë. Më thonë që prandaj edhe shpesh herë e them që punën që ne e bëjmë si guide ose si udhëfyes është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sepse musafirët që vinë në Kosovë presin diçka tjetër edhe dalin me krejt ideja edhe përshtypje tjera për Kosovën, sepse me këtë rast edhe imazhi i Kosovës ndryshon, sepse prapë po e them, do të thonë ata vinë në Kosovë me një farë ideje, njerëz të dëshpëruar, njerëz që mezi presin për me ikë prej Kosovës, me disa shtëpia të rënume, me një ku ta diun çfarë kanë në kokat e tyre. Mirë po, mbrana gjysore kur vinë në Kosovë, kur e shohin. Për shembull, një shembull tjetër, momentin kur vinë prej Shkupit në Prishtinë, prej autostradës. Thënë Kosova qenë ka shumë e zhvilluar. Po. Krahasuar me vende tjera që ata kanë qenë në Ballkanin perëndimor. Thonë autostrada, shtëpia, po ashtu që e bën përshtypje, janë edhe shtëpia të cilat munden me u pa gjatë rrugës, sikurse kur vinë prej Shkupit në Prishtinë, sikurse kur shkon prej Prishtinës në Pejë ose në Prizren. Edhe një mend pak. Po. Kena që fak. Prej cilave vende janë më shumë turistë? Kryesisht kemi prej kjo edhe varet pastaj edhe me domethënë me çfarë tur operatorë ose tur agjencione që më shumë kontakte, po ka gja prej Amerikës, ka shumë prej Evropës perëndimore, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Zvicrës, prej Francës pothuajse janë zero kështu si kuriozitet, ka shumë prej Turqisë. Në 2 vitet e fundit ka shumë edhe grupe prej Japonisë, prej Tajvanit, Indonezisë edhe Malezisë. Do të thonë që është kogja interesant. Ju si keni bashkëpunimet me këto vende? Këtu do të më pyet se cilin udhëfyes turistik do të më pyet veçmas. Për shembull, unë më shumë kam
grupe dhe kontakte me tur operatorët që vinë prej Britanisë së Madhe. Pastaj është shumë e thjeshtë. Ata që e flasin e gjermanishtën, normal që kanë kontakte me tur operatorët, agjencionet që vinë prej vendeve gjermano-folse, prej Zvicrës ose prej Gjermanisë. Domethënë varësisht e prej profilit të udhërofysit, ajo është edhe mënyra me cilët ki kontakt ose ki punë ma të shpeshtë. Mirë po në secilin rast puna jonë, edhe pse nga jashtë puna jonë duket shumë e lehtë, edhe shumë e mirë. Në fakt është e mirë, po nuk është e lehtë, sepse nganjëherë ka jo rol ndodh që njerëzit cilët vinë në Kosovë me pas paragjykime të ndryshme për Kosovën. Për shembull, kishme qenë njëra pe pyetjeve që mbuhet zakonisht. Jo zakonisht, mirë po goxha shpesh është se atë punon gruaja. Ose a lën gruan të punojë në mënyra diçka të ngjashme. Mirë po njëra pe pyetjeve të cilat bëhet në 100% të rasteve. Sa është Kosova e sigurt? Dhe zakonisht përgjigjja ime është që të ju prita. Gati përgjigjen. Jo që është gati, mirë po, edhe nëse asgjë nuk ju thon. Brenda gjysore, brenda 20 minutave ata vetë kanë pas se sa e sigurt është Kosova. Nganjëherë bile kur e shoh që do të më u përgjigj në mënyrë të tillë, ju them që këtu je më i sigurt se sa prej vendit për të cilit ti ke ardhur. E përmendë punën e udhërofyesve, që sigurisht nuk është e lehtë, veç me pas punë me njerëz. Faleminderit. Edhe me kanë 20-30 domethënë. Po njëjtën kohë. Po vitin e kaluar kujtohet keni pas thirrje, keni të hapura për udhërofyes të rinj, sa janë aftësu, sa kanë apliku? Faleminderit shumë. Në vitin e kaluar kemi pas një trajnim për udhërofyes turistik, sepse Gajdeksi si asociacion të njëjtën kohë edhe jemi të trajnuar prej Federatës Evropiane, me standarde tamam që do të me qenë një udhërofyes. I kemi pas 13, për i cilëve do të thonë një pjesë kanë qenë për lokale dhe një pjesë kanë qenë për kombëtare. Interesimi për profesionin tonë është në rritje, mirë po nuk është në nivel të kënaqshëm. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse në të gjitha rastet, përfshirë edhe mua si drejtor, po përfshirë edhe kolegët e mi. Profesioni udhërofyesit e kemi si punë të dytë, sepse është e pamundën me mbijetu prej këtij profesioni. Unë e kam pasion, edhe shumë kolegët e mi e kanë pasion, sepse pasioni për udhërofyes vjen edhe prej dashnisë që kindaj vendit. Do të thonë prej çasoj kuriozitetit, prej çasoj idejes për me tregu për vendin. Mirë po fatkeqësisht nuk mjafton për me mbijetu ose për me shty një vit prej këtij profesioni. Nëse udhëzimi administrativ këtë vit ka me u miratu edhe ka me u ndalu operimi gujdave të huaja, atëherë mundemi me fol. Dhe me thonë që me u kushtu, me u dediku 200%, nëse mu i me thonë 200%, sepse ne edhe kështu si entuziasti e kemi kushtu kësaj 100%. Mirë po atëherë është pak më dyshim. Mirë po të pastaj edhe kërkesa për trajnime ka me u rrit edhe ka me u shtu dukshëm. Sigurisht, ma merr jemi fare në fund bisedës, na trego për fund viti 2026, çfarë do të keni ju në fokus? Shkëndovani. Hajde po livritërone. Po presëm që viti 2026, në fakt viti 2024, shkurt. Rekordi i turistëve në Kosovë ka qenë viti 2019. Ndodhi që ndodhi pandemia e kthei në pikën 0. Viti 2024 në raport me vitet e tjera ka qenë që e cila ka thyer rekordin. Viti 2025 nuk i kam shifrat, por jam i bindur cili e ka tejkalu vitin 2024. Edhe jam i sigurt që viti 2026 ka me qenë një milestone, një rekord i ri për turizmin në Kosovë, qoftë kulturor, qoftë dimëror. Jam i sigurt që viti 2026 ka me thy rekordet. Po ju dëshiroj shumë suksese. Edhe uroj të shihemi prap. Faleminderit që gjithmonë je i gatshëm të jesh pjesë e magazinës së mëngjesit, se me të vërtetë është kënaqësi me i ndo këto informacione në çdo periudhë të vitit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit.